Brenda 24 orësh, 2 përfaqësuesit diplomatik më të rëndësishëm të Europës, përkatësisht ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë dhe ai i Gjermanisë, kanë zhvilluar takime me opozitën e re në Shqipëri. Përkatësisht Silvio Gonzato ka takuar Adriatik Lapajn dhe Arlind Qorin, ndërsa Karl Bergner ka takuar Agron Shehen dhe Rald Kaprin. Thuajse në një koordinim perfekt të dy elit diplomatike, dhanë për kufizimet e tyre mbi këto zhvillime. Biseda të vlefshme sot me Adriatik Lapajn e Shqipëria bëhet dhe Arlind Qori e lëvizja bashk, kur jam dakord se një demokraci e shëndetshme ndërtohet mbi pluralizëm. Bashkëtesa e zërave të ndryshëm politik ndihmon me pasqyrimin e vetë strukturës së shoqërisë, siguron përfaqësim të drejtë dhe rrit besimin e publikut. Çdo votë e hedhur duhet të ketë të njëjtën peshë, në mënyrë që rezultatet zgjedhore të pasqyrojnë vullnetin e qytetarëve. Prandaj reforma zgjedhore ka rëndësi. Një kuadër zgjedhor i drejtë dhe transparent siguron që përfaqësimi në parlament të pasqyrojë zgjedhjet e votuesve. Ai fuqizon qytetarët, nxit pjesëmarrjen dhe forcon llogaridhënien, tha ambasadori i BE-s Silvio Gonzato, ndërkaq ambasadori gjerman ka publikuar deklaratën në vijim. Cilat janë dinamikat në parlamentin shqiptar dhe në peizazhin aktual partjak? Çfarë roli luan kultura e kujtesës dhe historia e komunizmit për Shqipërinë sot? Ambasadori Bergner diskutoi këto çështje të tjera sot me deputetët Agron Shehe dhe Rald Kapri të Partisë Mundësia. Një demokraci e gjallë karakterizohet nga pluralizmi dhe një parlament i fortë, i cili respekton dhe të drejtat e opozitës. Ju falenderojmë për vizitën dhe për bisedën e hapur. Ky zhvillim politik duket qartë se ka një qëllim, një synim dhe një mesazh të organizuar. Mesazh që lexohet si në formë ashtu edhe në përmbajtje. Në formë, diplomatët kryesor të BE-s kanë takuar opozitën e re në kohën më të vështirë për të, kur relevanca politike e saj nuk është në nivelin më të mirë. Partitë e reja të opozitës janë sot në hije, por Bashkimi Evropian i solli në dritë, duke dhënë një mesazh të fortë për publikun në radhë të parë, për qeverinë dhe mazhorancën, në radhë të dytë veçanërisht për Sali Berishën dhe në radhë të tretë por jo të fundit nga rëndësia. Thelbi mesazhit është i qartë. Në formë, Bashkimi Evropian ka si partner të preferuar një opozitë të re, të cilën e mbështesin edhe sondazhet që bëhen periodikisht, ku një forcë e re preferohet më shumë nga qytetarët. Sinjali ka një rezultante, duke kaluar në një fazë të re të formësimit alternativ të një opozite të re, të cilën edhe nëse Edi Rama dhe Sali Berisha duan ta marginalizojnë, Europa e përkrah. Ky mesazh është i qartë. Mesazhi tjetër është në përmbajtje dhe kjo është më e rëndësishmja. Europa i kërkon opozitës së re të thyejë status quo në një lidhje me reformën zgjedhore, kushtetuese dhe territoriale, pavarësisht se nuk i kanë numrat. Ata kanë mbështetjen europiane. Pra të thyet baza sistemike që e mban këtë sistem kaste në këmbë. Europa jep sinjalin ndaj të rinjve. Doni mbështetjen tonë, thyeni kastën, na keni në krah. E për këtë arsye po inkurajon të revolucionarizojnë sistemin. Natyrisht ky sinjal drejtohet mazhorancës për të thënë se Europa kërkon një ndryshim, por gjasat ose të paktën ajo që duket është se mesazhi drejtohet opozitës. Asaj thuhet hapur që të braktisë opsionet e vjetra, sepse nuk do ta ketë përkrahjen e Europës. Takimi ceremonial i opozitës së re në këtë mënyrë është një shuplak ndaj leadershipit të PD, madje një shuplak e fortë. Europa duket se ka një ide të qartë se si duhet të jetë opozita e re, siç e thot ambasadori Gonzato. Një kuadër zgjedhor i drejtë dhe transparent siguron që përfaqësimi në parlament të pasqyrojë zgjedhjet e votuesve. Ai fuqizon qytetarët, nxit pjesëmarrjen dhe forcon llogaridhënien. Apo ambasadori gjerman me anë të pyetjeve që ngulen si gozhd, cilat janë dinamikat në parlamentin shqiptar dhe në peizazhin aktual partjak? Çfarë roli luan kultura e kujtesës dhe historia e komunizmit për Shqipërinë sot? Troç, Europa dërgoi mesazhin e saj politik për ndryshim, i cili duket si nisja e një plani me konture të qarta, pa Edi Ramën dhe Sali Berishën.